kush është problemi kryesor i arsimit në Kosovë? Shkolla si infrastrukturë apo kurrikula? Se këto janë në fakt dy bazikët ta themi. Kush është më problem? Atëherë mendoj që njëri paraprin tjetrit. Ne kemi problemin e metrave katror shkollave që mungojnë, ku fëmijët prapë shkojnë në mësim me 2 turne dhe e kanë kohën e kufizume që të kalojnë me përmbajtje mësimore, po dhe gjitha proceset tjera që qojnë dhe të mësimi. Po kjo e dyta nuk është problemi kurrikula, se kurrikula është dokument politik, i cili nuk i shërben shumë as prindve, as mësuesve domosdoshmërisht, çka i shërben të gjithë të rriturve që mësojnë fëmijët janë librat shkollore. Dhe këtu kemi një mangësi përmbajtja asaj për çka mësojnë, po. Dhe këtu kemi një mangësi jo vetëm pse janë libra jo cilësor, po për shkak se nuk përputhen me nevojat që i kemi sot në shekullin 21. Me gjeneratat e reja. Nevojiten disa aftësi, nevojitet një qasje ma e përgjithshme drejt mësimit, ndërsa ne akoma merremi me lëndë specifike të cilat jo domosdoshmërisht japin njohuri që mund të futen në përdorim edhe të krijojnë domethënë këtë një gjenerat që ne duam ku ata arrin potencialin e vet maksimal edhe janë të rritur të pavarur